Je i majt apo je i djathtë? Në Shqipëri prej vitesh, mbështetësit e Partisë Socialiste e quajnë veten të majt, ndërsa ata të Partisë Demokratike të djathtë. Por a janë këto në përputhje me qëndrimet ideologjike të këtyre partive? Termat majtas dhe djathtas lindën pas revolucionit francez, ku ata që kërkonin barazi sociale u ulën në të majtë të kuventit, ndërsa ata që kërkonin të mbronin rendin ekzistues u ulën në të djathtë. E majta përfaqëson ide si barazia dhe përkraja sociale, një shtet aktiv në ekonomi që takson më shumë ata që fitojnë më shumë, ndërsa e djathta fokusohet tek individi, sipërmarrja, tregu i lirë dhe roli minimal i shtetit në ekonomi. E djathta priret më shumë drejt traditës dhe konservatorizmit dhe mbështet taksimin e sheshtë, pra kur të gjithë, edhe ata që fitojnë shumë dhe ata që fitojnë pak, paguajnë njësoj. Partitë shqiptare me qëllimin për fituar sa më shumë elektoral janë larguar nga pozicionimi klasik, duke kombinuar element nga të dyja krahët, edhe majtas edhe djathtas. Kjo nuk kupton se të dyja partitë janë zhvendosur drejt qendrës së majt dhe qendrës së djathtë. Në të vërtetë, në shumë politika, këto parti kanë lëvizur në kahe të kundërta ideologjike. Për shembull, Partia Socialiste ka zbatuar politika të djathta, siç janë taksimi i sheshtë, koncesionet apo partneritetet publike-private me ato që opozita i quan oligark. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ka premtuar politika të majta, siç janë kundërshtimi i koncesioneve, përkraje sociale me rritje pensionesh dhe mbështetje familjeve të reja. Në zgjedhjet e këtij viti, partitë e reja duken disi më të qarta ideologjikisht. Për shembull, Partia Mundësia e Agron Shehajt është një parti e pozicionuar djathtas. Ajo premton kurjet administratës shtetërore dhe taksë të sheshtë 8%. Lëvizja Bashk e drejtuar nga Erlin Çori është pozicionuar qartësisht majtas, pasi premton rritje të buxhetit për shëndetësinë dhe arsim publik falas. Gjithashtu i ka shpadur luftë ashtu quajturave struktura oligarkike në ekonomi. Ndryshe, Nisma Shqipëria bëhet kombinon të dyja anët, duke i shtuar edhe nota nacionaliste. Ata konsiderojnë të shenjtë pronën, familjen dhe atdheun. Prandaj, në këtë fushat, përpara se të votosh, analizo programet dhe bëj një zgjedhje të informuar.